centrik, po menojnë që Kosova që kjo. Ka qenë gjithmonë që kjo. Jo, Kosova ka pak më e madhe, Shqipënia ka alo më e madhe. Po e vërtet. Që kjo Kosova ka pak më e madhe. Kur të shetë me të Dardania, dhe se, po me rekshira ardhën e Dardanisë. Po në këtë raportën e menoj që keq është në raferin e armëve që e ka konstruktu shërbimi sekret Jugoslav në atë kohë, Sërb, edhe shërbimi i Maqedonisë që ka qenë i dalën për shërbimit Jugoslav. Ti ke qenë i burgosur politike edhe vetë, dhe më thonë, kohën në 98-99 ke qenë edhe i burgosur për organizimin e ushtrisë ligjore të Kosovës në Karadak, në Anamaro. Po, jam burgos gjatë luftës dhe ma këtë akuz, jam i akuzun për ageron. Dhe më thonë, ka qenë edhe pjesëtor e ushtrisë ligjore të Kosovës. Po, jam akuzu për terrorizëm në atë kohë. Kur se për men, se për kur? Deshta më të vitë se e kam një informacion prej një miku tëm, më ka thonë që... Je më të përru që kjo, po edhe për fark, bile, të dyjat me kanë shtina këtë akuzë. A ke qenë në burg me Beslimin? Po, dhe në disa ditë kemi qenë me një dhomë, sepse unë ka qenë... Deshta më të përmen një informacion, nuk e dia është i vërtet, po mu më kanë thonë kështu, më kanë thonë që atë shumë e kanë rej Lutfi Azirin në burg edhe e kanë persekutu, sa që, dhe më thonë, të ka dosht me shku shpantulla se të ajshin komp, a është e vërtet? Unë e mbrujt me folë për këto situata, sepse edhe ne që nga konë burg, mrena këna pas një regull, e që ka ndodhë në burg me vetë në burg. A është e vërtet kjo? Ka dhe për te i saj. Tash, unë të kërkur respekt për fëmija dhe për njerëz të ri dhe për audiencë, jem mbrujt gjithmonë mes me folë, se nuk është e punë trimni. Nuk ka trimni mrena e parë, asë dojnë do... Ade, jo, nuk ka trimni, aty ka të qëndrueshmëri, po. Ka njerë që kanë qëndru. Unë jam i lumëtër në një aspekt që kemi arrit me qëndru si grup, jo si individ. Ne jemi burgos, natyrisht që jemi qëndru të mbajt, sepse me pas dit ato shka kena bo nani, a lojshmi dikon jashtë sajna. Ka pos shqiptarë që ju kanë rejlut? Ka pas edhe shqiptarë, fatkeqësisht. Kush prej tyre, akuzojnë mi përmenë me Unë nuk i përmenë emrat, sepse nuk i kom përmenë asë njerë. Unë mas luftës i kom lypë. Fatkeqësisht ka qenë një 3-4 inspektor të shërbimit. A ka në një me emër, burqe? Ka, 3-4 kanë qenë, këtë janë një orë para në morave në ata. Njëni për tyre ka qenë, e kanë pasu në Drenicë komandant. 3-4 për tyre kanë qenë në Gjilan edhe në Prishtinë si zonë. Kanë qenë njerë që i kanë shërby. Pa akuzojnë mi përmenë me emër? Me besnikri unë nuk i përmeni, sepse unë në kundërshtim me kulturën tem edhe me to që e thash më herët. Si bje. Po, dijet, një për i të në është vra mas luftës, disa tjerë nuk e në vra. A koni akuzuar me njëmi për vrasit të Xhemaj Mustafës? Jo, nuk ka ende fatkeqësisht. Nuk ka ende zbardhje të rastit. As të Xhemes shkrimtar, Xhemes zëdhënës, Xhema ideolog në letë ka qenë. Njërë për ideologëve, Femi Agani, po ashtu Sabri Hamiti, njerë që i ka dhonë identitet lëdekes. Gjavit Hamiti? Gjavit Hamiti, fatkeqësisht, unë do tragikisht edhe ajnë, po ka qenë e dhimshme, e humbje ka qenë e dhimshme. Jo vetëm për Ana Moravën, Gjaviti është si shkenstar edhe si politikan, në pas qenë Kosovë, besoj që edhe LDK-ja ishtë ndryshe. Sigurisht. Edhe Kosova pak më ndryshe. Reshat Sajit, po besoj që një veprimtari që është të këmtore, ka thonë që shërbimi informativ i Kosovës i Bukushit është formu me njerëz të UDB-s. Po që kjo është... Me Ljucin edhe me të tjerë. Që kjo është e që kur njerëzit të riqen fjallë mas fjallë, nuk zbardhen rastet të reagu, sepse unë e di në politikë,